Zrin Shqiponja tone për balta veç atje në pjeshte nalta atje rino në mezane atje mretën o janë të tone Mushtershin syt nëse pushoj lirin ton me andrue. Mallkue qoftë gjaku im nëse vritëm pa luftue. fjala dhe porosia një ngjyrë në letër dhe poezia basesh tjesate ka pëj vetëmia ka pëlloj vetëmia
ka pëlloj vetëmia. Shpirti hyt mbushun me mal, unë me ta e vrar e ti gjall, unë mbeta e vrar e ti gjall. Agrim vidal të detit, agrim në malet e kosharës, agrim në agun e lirisë, pushka jote agrim, mbeti simbolit të rimëris. Agrim vidalgët e detit, agrim në malet e kosharës, agrim në agun e lirisë, pushka jote agrim, mbeti simbolit të rimëris. Të kënga në qipteli, e vargu i shkruar në poezi, por zvjen liria vetëm fjal. Se askush se fal, se askush se fal. Shpirti hyt mbushun me mal, unë me ta e vrar e ti gjall, unë mbeta e vrar e ti gjall. Agrim vidalgët e detit, agrim në malet e kosharës, agrim në agun e lirisë, pushka jote agrim, mbeti simbolit të rimëris. Agrim vidalgët e detit, agrim në malet e kosharës, agrim në agun e lirisë, pushka jote agrim, mbeti simbolit të rimëris. È mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu mi accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti, ma il nostro cielo chiaro come mezzogiorno. Anima mia, stammi vicino, vicino così, dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene, sei la mia vita, unico amore, ti giuro, ti giuro, ti giuro, sei tu.
mundësi të shihni një pjesë sa Italia do mos do të marrë kohë duke përshkruar se duke interpretuar ato që ju më mirë e personi vetë. Por dua të theksoj një fakt që s'do të keni mundësi ta shihni. Një pjesë të Italisë sulmujes dhe shokëve e tij që është azhësuar. Dhe për mua është më e vlefshme. Edhe për mua ka qenë një befasi myra si punonte sulmuja në qelit e burgut Nishit. Me tulin e bukës pakët që jepnin bante figurën e nënës me shtatzerma, figurën e lidhjes shqiptare të Vezrenit, qelin të tërë, gryken e rrugovës, duken pa besueshme, si mund të bëhen gjitha këto me tulin e bukës. Mund bashkë, si kur dalë ndyshja që e njohën dhe e kthen pastaj në një lloj argjile të fortë, qëndrueshme, edhe barkën e tokës pejgamber, kështu e bën të sulmuja dhe shokët e tij. Sa shtu nëse do të kemi mundësi ndoshta ta shohim kur krijtarinë e plot të një shoku të sulmujës, Gusel Sulejmanit, është dëshmor, ishte piktor, mrekulloheshin burgosërit, mrekulloheshin gardianët e provën, qelatët kur e shihnin talentin e tij krijues. Janë me qindra, ma shumë se me qindra, ndoshta portrete që janë shpërndarë anë kënd vizeve ku kishte burgosur. Portrete të fëmijëve të tyre, të vetë burgosëve që shpërndaheshin dhe me këto shpërndahej një mesazh shumë i veçantë që e thyrën të atë mitin për brezin që e quonin atëherë ekstremisti, redentist, specializma të tjerë. Dhe ju siguroj, kjo që shihni këtu është një pjesë e botkë. Shoqata e burgosëve politik në emër së cilës do t'ju përshëndes për ta përshëndes këtë ekspozitë, ka planifikuar që të organizojë një ekspozitë të madhe në cilën do të bashkojë gjithë krijtarinë e ndetur, që është një pjesë e vogël e asaj krijtarie që është krijuar dhe është azhësuar, shkatëruar. Por edhe si e tillë do të jetë besoj një befasi e këndshme dhe do të jetë një dëshmi e veçantë për një kohë të rëndë që po kalojmë 500 vjet, po shënojmë 30 vjetorin e asaj pranvere. Një pranverë që përveç tjera shihet edhe në krijtarinë që kemi për këtu. Po sulmuja e ka vazhduar rrugën e artit edhe me krijtari tjera, prandaj në faza tjera të krijtarisë, prandaj aty do të gjeni edhe periudat e mëvonshme. Ballafaqimi me atë dhënë e robëruar të në dëshironin të lirë, por në një përpjekje të re për të shtiruar. Luftën çmimtare, në ushtrin çmimtar, me herojtë e saj, dhe me Asharin me shok që i qeni këtu, po me Aleksandër Mojsiun si një prurje, pastaj me Ibrahim Kodrën, e me tjerë dhe një ndërlidhje që e kompleton kozmosin krijues të këtush të sulmujës, dhe do të thosha edhe vizionin e tij shpirtëror. Guxoj të them që shpreh në mënyrë të veçantë edhe vizionin e brezit të ri, brezit të lavdishëm të vitit të Ardhenit. Ju falenderoj. Boll e minjerë, afrohet dorë për dore, lap e rrugovë, horizonte dhe shihet një dritë me fënerë, vargohen punëtor, pa urdhër e drejtor. Erdhi koha, thonë, duhet drejtësi, rënkon Prishtina në krejt Dardani. A është vulkan, pyeti populli apo liri? Sa mirë kënga studentëve u buqet, tërtor, katun, qytet pestor, urime plagësh, në dritë, nëna, thret. Deri këtu ecjet, liri mos të ndalohet. Edhe Kaçaniku, Tetova, Skënderaj, në Zgjim, në Gjakov, Karadak, hyn valle, zgjura plagët e fëmijëve kërkoj shërim. O shtin valli janë, takohen malet me malet, rarë, në zënës, student dorë për dore, erdhi dita, nuk ndalemi, duam fitore. Njëherë u përkrat vulkani i Lini. 9 herë populli zgjuar ushtrim, 8 herë lidhi ura, des, për një vi, një herë në histori epoka për marshim. E tani, kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e shoqatës së të burgosëve politik, zotin Hidayet Huseni që të merr fjalën. Motra e vlezër, zonja e zotëri,
dashamirë të pranverës shqiptare të 81, dashamirë të artit e të kulturës. Lejoni që t'ju përshëndes dhe në emrin tuaj, të përshëndes veçanërisht autorin e kësaj ekspozite që u bë sebeb që ne të jemi këtu bashkë dhe të nderojmë bashkarisht gjitha figurën e dëshmorit të Gjakovës, Nesim Dervish Damës, shokëve të tij, familjes tij, familjes madhe të Gjakovës, Kosovës dhe gjithë kombit, familjes madhe të dëshmorëve të lirisë. Për sulmujen mund të flitet shumë, si që se vërtet është bërë një figurë poliedrike, por unë do të shqoja vetëm një segment. Sulmuja për ata që nuk e njohin është njëri nga ata djelmoshat e pranverës shqiptare të 81, që, si që thështë e poeti, bën historinë. Atëherë sulmuja me shokë dhe shokët e tij këndoni një këngë që në vargje kishte apërsisht këto fjalla. Unë ngrit këngë biri Kosovës, mitrolozit ju halëndrik. Griti grushti i foli botës, roft Kosova Republikë. E burgos në torturuar, i thamë kus do të shohë shbri. Dhe prej ti një fjallë të gjuar, roft Kosova Republikë. Vazhdon pastaj edhe me tjera dhe përfundon edhe trupin e dërmuar, copa coptja bëjnë më thik, në zemër ti do të gjenë të shkruar roft Kosova Republikë. Kjo ka qenë gjua me cilën ka folë sulmuja dhe brezi ti para hetuzve gjelat, kaman gjelat të asaj kohë të të mërshme, tashmë të larkët. Dhe kjo gjuhë mendoj që është e njohur. Ka qenë një qëndresë heroike, një rinje heroike që ka bërë dhe kthesër heroike. Por më pak është e njohur një gjuhë tjetër me cilën ka folur sulmuja dhe brezi ti. Gjuha poetike, gjuha e artit. Dhe sot kemi rastin të shohim një pjesë të vogël, ju siguroj të vogël, të kësaj shprehje specifike, që dëshmonte qysh atëherë, se në shpirtin e rinis atëhershme djelidashse të Kosovës, nuk ishte vetëm qëndresa, vetëm ushtrimi për vini, po kishte edhe diçka më të madhe, më sublime, më njerëzore, edhe shpirtin krijues që vinte sintetizonte si të shpirtin krijues të popullit për cilit vinte. Ju do të keni mundësi të shihni një pjesë sa të Italia dhe unë do të marrë kohë duke përshkruar se duke interpretuar ato që ju më mirë e personi vetë. Por dua të theksoj një fakt që s'do të keni mundësi ta shihni. Një pjesë të Italisë sulmujes dhe shokëve të tij që është asgjësuar. Dhe për mua është më e vlefshme. Edhe për mua ka qenë një befasi myra si punonte sulmuja në qelit e burgut Nisht. Me turin e bukës pakët që jetnin bënte figurën e nënës me 7 zemra, figurën e lidhjes shqiptare të Rizvelit, qelin të tërë, gryken e Rugovës, duken pa besueshme, si mund të bëhen gjitha këto me turin e bukës. Mund bashkë, si ku dalë ndyshja që e njohë dhe e kthen pastaj në një lloj argjilje të fortë, të qëndrueshme, edhe barkën e tokës për nga një, kështu e bënte sulmuja dhe shokët e tij. S'është tu nësë dhe do të kemi mundësi ndoshta ta shohim kur krimtarinë e plot të një shoku të sulmujës, Gusel Sulejmanit, është dëshmor, ishte piktor, mrekulloheshin burgosërit, mrekulloheshin gardianët, teprorët, gjelatët, kur e shihnin talentin e tij krijues. Janë me qindra, me ma shumë se me qindra, ndoshta portrete që janë shpërndar anë kënd vizeve ku kishte burgosur politik. Portrete të fëmijëve të tyre, të vetë burgosëve që shpërndashin dhe me këto shpërndahej një mesazh shumë i veçantë që e thyen të atë mitin për brezin që e quanin atëherë ekstremist, irredentist, specializma të tjerë.
Dhe ju siguroj, kjo që shqeni këtu është vishë një pjesë e botë. Shoqatat burgosore politik, në emër cilës edhe duhet ju përshëndes për ta përshëndes këtë ekspozit, ka planifikuar që të organizojë një ekspozit të madhe në cilën do të bashkojë gjithë krijtarinë e mbetur, që është një pjesë e vogël e asaj krijtarie që është krijuar dhe është azhësuar, shkatëruar. Por edhe si e tillë do të jetë besoj një befasi e këndshme dhe do të jetë një dëshmi e veçantë për një kohë të rëndë që po kalojmë e si vjet po shënojmë 30 vjetorin e asaj pranverë. Një pranverë që përveçtjera shihet edhe në krijtarinë që kemi për këtu. Po Sulmuja e ka vazhduar rrugën e artit edhe me krijtari tjera, prandaj me faza tjera të krijtarisë, prandaj aty do të gjeni edhe periudat e mëvonshme. Ballafaqimi me atë dhënë e robruar që në dëshironin të lirë, por në një përpjekje të re për të shtruar. Luftën çmimtare, në ushtrin çmimtar dhe herojtë e saj, dhe në Asharin me shok që i gjeni këtu, po me Aleksandër Mojsiun si një prurje, pastaj me Ibrahim Kodrën, e me tjerë dhe një ndërlidhje që e kompleton kozmosin krijues të tush të Sulmujës, dhe do të thosha edhe vizionin e tij shpirtëror. Guxoj të them që shpreh në mënyrë të veçantë edhe vizionin e brezit të ri, brezit të lavdishëm të vitit të Atheni. Ju falenderoj. Kjo ekspozit i dedikohet demonstratave të vitit 1981, ku atë kohë piktor Mujaj u burgos për 10 vite. Krimtarinë artistike të zotit Sulmuja e filloi pikërisht aty, midis vuajtjeve dhe shpresës për liri, duke vazhduar edhe sot. Tani pa unë përkoftojmë artisten e popullit Margarita Gjepa. Knajsi e veçantë që janë këtu midis jush. Në ekspozitën e piktorit të shquar, Sulmujaj, një piktor që talentin e tij jo vetëm që ka gërshetuar, por ka qenë muza frymëzimi i të gjithë gjërat madhështore që kanë ndodhur në vendin e tij, në vendin tonë, në popullin e tij, në popullin tonë në përgjithësi, të heroizmit, të sakrificës. Ai është poet, kur vargu i tij udhëhiqet nga malli, nga bimja, nga prenga, nga historik, nga gjërat më të bukura, nga vërtetet më të bukura dhe mbi të gjitha të nanës. Është një fjalë e bukur e popullit që thuhet dhe që ka një kuptim të plot. Këtu shtati me gjenderman, këtu kam lind, këtu jam dama. Unë kam zgjedhur pak vargje sepse në pëlqendër poeti i mrekullueshëm ka dhe figurën e nënës. Nëna është e mrekullueshme, e madhështore që ne ka dhënë natyra, Perëndia, nuk e di, gjë më e bukur që ka njerëzimi. Dhe unë kam zgjedhur pak vargje të poetit të paharruar Murat Pisaku, në tetova, nëna ime ka 7 zemra në krahor. Nëna një zemër ka, po Murat Pisaku thot 7 zemra, sepse tillë është hapësira, thellësia, gjerësia e nënës sa deti i madh. Nëna ime ka 7 zemra në krahor. Nëna ime ka 7 zemra në krahor. I ruan për 7 saran, 7 sokola në mal. I ruan për 7 bajrak, dorë më dorë, si 7 sura të mbeten gjallë. Kjo nëna ime, 7 bjeshke gur. Ditën shtroni jetën e lumë, natën reze në djel, të shtapin batë në barken e duar, po kur dalin në logë, dritë të bajnë deri në qjel. Nëna ime ka 7 zemra në krahor, kur në prit dikush u del, brofi në kam, hije u ka, se pak flasin e shumë thonë, po kur ndizen, s'ka dritë më të bukur në botë. Ju lutem, mos i merrni nanës asgjë në krahor. Kodre randë shqumë shizaj, ujë që se tret. Vetëm ajo, zjarin dita mbaj në duar, vetëm ajo ruan një këngë prej detit në det, se nëna ime
ka 7 zemra në kraharor. 7 zemra. Klinika Kastelroto me 15/11/2010. Një jetë mirë dhurat Zoti, gati me mua në shërim, a thua ajri dëshmi pika loti, kur kalova vujtjet burgun, lëshova andrat letësisht të liria, ishte rini në basën vrapim, gjithmonë vijet në ditë të mira, iken vite dekada jam në shërim, ka këtu jetë në fshamjet e mija, ashtu thonin e mira kombit tim. Kaluan vite prap meditoj, a ka jetë tjetër apo ankim, sa koha shkon jeta jetoj, të gjithat mirat në katë shërim. Eci krusur pasuri e skaluars. Rash ngritëm krevat klinike, ose pash ndjeva preka në kalim, të jem vetja ime fisnike, të dal e të jem në rukëtim. Dua të jem me ju sot e mot. 2 herë jam i fort gur, përkullem në shtrirje, një herë ngritëm e së ndeshëm në mur, do të jem vetja ime në ngritje. Hej, predstavila Skanderbegun med ushtria pa strategun, vrapën e korbat o drejt palatit, me I qufjal sultan Muratit, balk të frontit ka shkrem vetima, o Skanderbeu me 300 trima, në për flak vetojnë si plumat, kanat krujes o pushojnë plumat, ish mërzit mali për malin, shumë e briti o nëna djalin, hap kalaja o dyrë të veta, I thot vatanit o mirë se të gjeta, patë morë pengë sultani fëmije, gjanjun kam o vlasnit e mije. Hej, prin sultanat e vinë të bëret, të përojnë qadrat e mungojnë varet, se shqiptar shqipen bedena, oja kanë mush kampet me krena, kanë me të qalma o tokse të rollit, o trihen rreth me I rastamolit, nana dollë po vajtojnë nanat, shajna shert o malkojnë sultanat, gjithë aj turk o me gjithat shpate, gjithë aj top o me grytë gjate, s'mun po I qajnë muret e gjana, s'mun po I thejnë portat e rana, Skanderbeu paras po I dalin, breshnik puro se kashem malin. Hej, shkojnë shqiptar si dal të detit, dek e nër t'u ilan mas vedit, t'u I luftu e për nër të bajraku, të termi gjushkull mate gjakut, kur për jetos jarrit rimënise, s'ka me ushkimin malet shqipënise, për lirine dhe unet parvet, vlanë për jeto gjakuj shqiptarve, djemët e shqipes o pengë nuk mesin, nër sultana o kur nuk tresin, bi pushtuasa në rrug të drites, shekuj meten o krye ngrites, kjo Shqipëri